Historia e Islamit që nuk tregohet në librat e shkollës. Historia e Islamit që nuk tregohet në librat e shkollës është një histori e thellë, njerëzore, shpirtërore dhe shoqërore, që shkon përtej datave, betejave dhe emrave të thatë. Në shumë tekste mësimore Islami paraqitet vetëm si një fenomen i caktuar ushtarak ose politik, duke lënë në hije dimensionin moral, etik dhe intelektual që ka formsuar qytetrimet e tjera dhe qytetrimet të tëra. Që në fillimet e tij Islami solli një revolucion të heshtur në shoqërinë arabe, duke ngritur dinjitetin e njeriu, duke mbrojtur jetën, pasurinë dhe nderin dhe duke vendosur drejtsinë si parim themelor. Një aspekt pak i përmendur është roli i dijes. Në shekujt e parë muslimanët ndërtuan institucione arsimore, biblioteka dhe observatore që u bën ura mes civilizimeve. Bagdadi, Kordoba dhe Kairoja ishin qendra ku përktheheshin veprat greke, perse dhe indiane, dhe ku shkenca, matematika, mjekësia dhe filozofia u zhvilluan ndjeshëm. Kjo trashëgimi ndikoi drejt për drejt në rilindjen evropiane, por rrallë theksohet në programet shkollore. Po ashtu historia e Islamit nuk është vetëm histori sundimtarësh, por dhe histori njerëzish të thjeshtë, dietarësh, tregtarësh dhe reformatorësh që përhapen vlera përmes shembullit, jo dhunës. Tregtarët muslimanë në Afrikë dhe Azi Juglindore përhapën Islamin me ndershmëri, drejtësi dhe respekt, duke ndërtuar besim afatgjat me popujt vendas. Një tjetër pjesë e neglizhuar është bashkëtesa fetare. Në shumë periudha historike qytetet muslimane ishin shtëpi për hebrejt, të krishterët dhe komunitetet e tjera, që gëzonin mbrojtje ligjore dhe liri adhurimi. Edhe pse historia ka pasur konflikte, realiteti ishte më kompleks dhe më njerëzor se sa përshkrimet e thjeshtuara. Të mos tregosh këtë histori të plotë do të thotë të humbasësh mundësinë për të kuptuar një qytetrim në thellësinë e tij. Historia e Islamit që nuk tregohet në librat e shkollës është histori vlerash, dije dhe bashkëjetese, e cila meriton të studiohet me ndershmëri dhe hapje mendore, sepse vetëm kështu ndërtohet mirëkuptimi i vërtetë mes kulturave dhe brezave. Në këtë histori të fshehur gjenden dhe kontributet e grave muslimane, të cilat rrallë i përmendin gra si Hatixha, Aisha, Fatimja dhe shumë dietare të tjera ishin mësuese, transmetuese dije dhe udhëheqëse morale në komunitetet e tyre. Ato morën pjesë aktive në jetën shoqërore, arsimore dhe ekonomike, duke dëshmuar se roli i gruas në Islam nuk ishte i kufizuar, siç shpesh paraqitet sot. Po kështu, sistemi i drejtësisë sociale, si zekati, vakëfet dhe kujdesi për jetimet, krijoi rrjete solidariteti që ulën varfrinë dhe forcuan përgjegjësinë kolektive. Ky model u shoqërua, u zhvillua gradualisht dhe ndikoi në stabilitetin e qyteteve dhe fshatrave për shekuj, duke treguar se feja dhe shoqëria mund të bashkëpunojnë për të mirën e përbashkët. Rrëfimi plot kërkon burime të sakta dhe qasje kritike, jo paragjykime. Duke studiuar këtë trashëgimi me balancë, nxënësit mësojnë të respektojnë dallimet dhe të vlerësojnë ndikimin kulturor të Islamit në botë. Kjo njohuri nuk synon idealizmin, por kuptimin historik i cili ndihmon dialogun paqësor dhe edukimin e brezave të ardhshëm. Në këtë mënyrë arsimi bëhet ur mirëkuptimi dhe jo burim frike apo keq interpretimi mes shoqërive moderne, bashkëkohore, globale, të ndërlidhura sot përmes komunikimit dhe dijes.